Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakojmë sërish për të dhënë shtypin e përditshëm datë 6 nëntor 2013. Po nisi me Gazetën Republika duke dhënë kryeartikullin kryesor. Provimi i shtetit, kandidatët që testohen, vjedhja e votave në Korçë. Basha, prokuroria të hetoi organizatorët dhe burimin e financimit, suplementi shëndetësor. Mjekja Alma Hoxha, infeksionet e femrat pse duhet të shmangur veshjet e ngushta. Grupet e gjakut dhe shtatzana pse janë të rëndësishme ekzaminimet laboratorike. KLSH rekomandimet për një qeverisje më të mirë. E pra të dashur miq, këto ishin artikujt kryesor të Gazetës Republika. Vjoj me Gazetën Ballkan. Të korruptuar gjyqtarët që duhet të ishin në burg. Abuzime me ndihmat ekonomike për pastrimet e listave. Skandali 2, evazioni fiskal, 295 milion lek. Thuaj poshtë Shqipërisë, Rama afton mjekët e diplomuar jashtë, PS nuk u blen vota por transporti për fresh. Stop makinat armatizuara të rritet kriteri ndotjes. Ministrat lën mandatet e deputetit javën e ardhshme. E pra të dashur miq, këto ishin disa nga artikujt kryesor të Gazetës Ballkan. Vijoj me Gazetën Dita. Ç'ndodhi në Korçë sipas një demokrati? Shpërthimi e Livifundos për atë që treguan dhe për atë që nuk treguan filmimet me kamera të fshehta në Korçë. Faksimile e vendimit, zbardhet leja e pallatit të Vjerit të Bashës në Vlorë, 4 kate shtesë, opinione Bret Kosta e Markovit dhe lëvizjet e Bashës, kredite humbura, 440 milion euro që bankat nuk po i mbledhin dot. Vllai Mehmet Sheut, replika e ashpër me Vito Kapon, ja kush ta elmoi Hysni Kapon. Vijoj me një gazetë tjetër e cila është Gazeta Shekulli, Pallati i Bashës, 4 kate pa leje. Enver Osmani, lëndët kimike në Shqipëri si u shkatërruam. Deputetët pro makinave të vjetra, s'kemi lek. Ups, nuk u prish godina për të cilën protestuam. Flet Ariana Demiri, një studente që u ngrit në grevë. Mesila Doda bën blu sallën e grave të Kuvendit. Pendohet Ministria e Kulturës, nuk mungojnë objektet që ishin në Kosovë. Papuljas në nashiti Unazën në Gjirokastër për të blerë mijëll. Deklarata, s'kemi vendosur ende për armët kimike të Sirisë. E pra të dashur miq, këto ishin artikujt kryesor të Gazetës Shekulli. Vijoj me Gazetën Sot. Koncesionarët e makinave të reja, propozime të mos shitet makinë 90.000 euro, mjetet para 2005 të shkojnë për skrap. Pirateria dhe informaliteti, dukuri negative e rishfaqur në mënyrë agresive në botimet shqiptare. Skandali papuljas në Shqipëri për 101 vjetorin e bashkimit të Himarës me Greqinë, kujton 5 nëntorin ditën e pushtimit nga Spiro Milo. Arvizu Shuplak Nishani, drejtësia është e kapur, disa gjyqtarë duhet të shkojnë në burg. Vizita e Ramës në Maqedoni përplasen PDSH dhe BDI për heqjen e flamurisë shqiptare nga rrugët e Shkupit. Njolloset fitoria e Korçës, prokuroria nis hetimet për blerjen e votave, shtabi i PS-s dhe Sotiraq Filo në rrezik. Vijoj me një gazetë tjetër e cila është Gazeta Panorama. Kundër importit, parlamenti debat për makinat e përdorura. Qeveria urdhër uzinës së mjekësit për armën nga Siria. Le Monde, SBA shtyn Shqipërinë. Prokuroria nis hetimin për blerje votash, Basha vrasje demokracisë. Drejtorët e arsimit, emrat e 202 kandidatëve. Papuljas, Shita Unazën bleva ministër në Gjirokastër. Përplasja me ministren për emërime, dorëhiqet sekretarja e integrimit. Kadeli dhe Kastraveci, opinion nga fotos Lubonja. Vjoj me një gazetë tjetër e cila është Gazeta Tema. Zbardhet leja e pallatit të Lulit. Për katin e parë 34, pallati është 8 kate, do me thënë 4 kate janë pa leje. Bushati, jemi kontaktuar nga SBA për armët kimike, por ende s'kemi vendosur. Rama afton mjekët në botë, paralajmërim për artes pritet dimër me surpriza. Prokuroria nis hetimet për blerje votash, PD komision hetimor. Tatimet zbulojnë një tjetër skema shtrimi, mblidhen $12 milion më shumë se muaj kaluar.
Bllokohen 15 kamion me krom Tahiri, historia të paprekshme ka mbaruar. Tesi i miellit nuk u shit në Korçë nga Arnold Grabocka. Një kërkesë e drejtë e opozitës, opinion nga Arben Manaj. Skenarët për lajmin e fiksit për Korçën nga Merobaze. Çfarë ka ndodhur me Sfiks Fare dhe Edi Ramës? Pra të dashur miq, këto ishin disa nga artikujt kryesor të gazetës Tema. Vijoj me një gazetë tjetër e cila është Gazeta Telegraf. Gazeta Telegraf hapet me ky artikull: Qeveria fiton $2 miliard. Bisedë me deputeten italiane Carla Rucco, zyrtare nga Ministri e Arsimit. Ja emrat e 202 kandidatëve. Intervistë me Abdi Ballatën. Çfarë fshihet në prapaskenat greke? Pas deklaratës së Papuljasit, jo miqësi, por fqinjësi e mirë, toponimet heshtja dhe diplomacia e Ramës. Për një sistem gjyqësor të pavarur nga Nasip Nacho. Konviktorët apel drejtoreshës Anila Shehu. Ku shkojnë $3 milion që paguajmë çdo vit? PD akuzon Pamir Topin, mos u bëni pateritë së majtës. Stratobërda ka vizion dhe programim ideal për Korçën. Vijoj me një tjetër gazetë, cila është Gazeta 55. Rama keqpërdoruesi i shtetit. Basha Rama Damkosi po kërkonte të eliminoj votën e lirë. Negociatat me BE-n, Turqia pengon vetveten, voshtina e grenzës antishqiptare, fokus dilema e Berlinit për Paloagjenin, Snowden. Imami, zhvendosja e Ministrisë së Mbrojtjes ka kosto të lartë, shkëput lidhjen me NATO. Stratizmiri, dhunimi i zyrës së PD-s në Madh, vepër e kryeministrit 2.000 lekësh. Vijoj me një gazetë tjetër, e cila është Gazeta Standard. Standardi hapet me krye artikullin. Skandali në Korçë, Basha, blerja e votës, vrasje e demokracisë, hetim i organizatorëve. Buxheti 2014, vonesa e qeverisë ju nga auditet, zbardhen shkaqet. Marubi një italian në Shkodër, kultur, takimi në Itali. Patentat bëhen të pavlefshme, leje ndërtimi vetëm me pikë. Leje drejtimi vetëm me pikë. Intervistat e punës, si të përgatisësh pyetjet që bën nga punëdhënësi. Artan Hoxha jap se qeveria nuk ka të drejtë me inukën. Rama në Maqedoni, debati mes partive shqiptare, Ahmeti dhe Thaçi përplasin për flamut shqiptar. Kërkohet bllokimi i hyrjes në Shqipëri të makinave të vjetra. Stream Oil, qeveria shqiptare nuk po heq licencën. Arvizu, disa gjyqtarë duhet të kishën përfunduar në burg për korrupsion. Pra të dashur miq, vijoj me një gazetë tjetër, Mapo, sekuestrojnë video blerjes së votës, PD komision hetimor. Distributorët le të Ramës të ndalojnë makinat para 12-s. Sondazh Arvizu, disa gjyqtarë duhet të ishin në burg. Pranga autorit, sherr në poker vritet me breshëri plumbash 23 vjeçari. Në Korçë, ngërç nga Bujar Kapeqiu. Përplasjet me LDKP-n ku vendin insertim për Zana Xhukën. Pra të dashur miq, këto ishin krye artikujt kryesor të gazetës Mapo. Vijoj me gazetë tjetër, Koha Jon. Partia Demokratike e Laçit, ktheu Sali Berisha, kthehu. Pas humbjes në Korçë dhe sherrjeve në PD, demokratët kërkojnë rikthimin e ish-kryeministrit në krye të Selis Blu. Plash Shernaja në kupolën demokratike. Grupi anti-Basha hidhet në sulm. Tmerr në tregun e ish-uzinës Dinamo. 800 kg helm cinanur në mes të Tiranës. Bulqiz bllokojnë 15 kamion me krom, policia nuk jep emrat e pronarëve. Pra të dashur miq, këto ishin disa nga artikujt kryesor të Koha Jon. Vijoj me gazetë tjetër. Rilinja Demokratike, prag revolte kundër mafias. Komision hetimor parlamentar për blerjen e votave në Korçë. Bilanci tetorit nga doganat dhe tatimet zhduken $26 milion. Arsimtarët një javë pa marrë pagat, Rama merr 600 milion lek për zyrën. Berisha thirrje e qytetarëve, blerja e votave, azgjësimi i demokracisë. Këto ishin dhe artikujt kryesor të Rilindje Demokratike. Vijoj me gazetën Republika. Provimi i shtetit. Vjedhja votave në Korçë, Basha, prokuroria të hetoi organizatorët me burimin e financimit. KLSH rekomandon një qeverisje më të mirë.
Studime, ekskluziv mjekja Alma Hoxha infeksionet të femrave pse duhet shpangur veshjet e ngushta. E pra të dashur miq, këto ishin disa nga artikujt kryesor të gazetave për ditën e sotme, datë 6 nëntor 2013. Ju uroj dëgjim të këndshëm dhe faleminderit që ndiqni Indeks Pikal.